Atëherë ishte një çmim, ishte diçka e pritur normalisht, ishte lifetime achievement që i thuhet. Pasi unë u nominova më pranë Akademia Amerikane Dentofaciale, normalisht ata bëjnë një përzgjedhje dhe këtu ka një listë të gjatë nominimesh sepse marrin pjesë 6 kontinente, rreth 120 vende. Dhe Shqipëria si një vend i vogël të hyn ato sa nuk është e lehtë. Duhet të punosh fort. Gjithsesi ka një komitet vlerësues sepse ky është samiti global normalisht. Po themi është meka. Jo vetëm në stomatologji, sepse atje ka disa disiplina, por po themi të shëndetit, të kujdesin të shëndetit, apo... Normalisht, ngjitja në ata arenë, apo si të thua, do me thënë tapet kush, pa tjetër që t'jep një farë motivimi për të vazhduar më tej, sepse është thjesht fillimi një rrugëtimi që është i gjatë. Më gëzoj pa mas, sepse normalisht isha ndër më të rinjt aty. Dhe normalisht duhet kesh një karrierë, sepse seleksionimi është goxha i vështirë.